qëllam se kjo është baza një, pika një e gjyqësisë e cila i drejton të gjithë zjarëtarët në anën e radioliveve në krejnë në këtë terren të gjyqësisë. Ja këtu kort kemi pëllen, qafe pëllen, kroni tërë, gërfi gjahnemit, qafe vojtëve, kemi lumin e bardh që vjerë nga moja majoshit dhe qenë nga shkuturi, qetat e lisis, qafe ahit, shpati lisis, kroni lisis, quhet qafe ahit parashyshe me shumicë madhe, aty zhvillohet hak. Atje në të majë janë lubanet e të ersyllajve, haklave të zaudve, qafe me lëshestis, qafe strelcit, maje strelcit, dhe kemi këtu në thepin e lesis atje ka qenë një pritje e gjyqëtis ku pesaj janë pa gjitha këto maje talë për shqiptare, mandej ajo shkatrua para luftës së fundit që ekonomia e gjyqëtis e ka pangrit për rujtjen, kultivimin dhe sjelljet e egësirave që gravitojnë në këtë terren të gjyqëtisë. Mandej pronin e ahit, quhet proni i ahit parasysh se aty me shumicë madhe rritet dhe kultivohet druri i ahit. Atje janë dëbanet e hakleve dhe të zaudve, që kështu para sa vjete livarët e tyne i kanë kosit dhe kanë dimnue me kafë në bjeshkën e quajtur pleqe të fshatit Isnis komunës së Veçanit. Prandaj, këtu kemi një terren të gjyqëtisë që është i pasur me të gjitha egërsirat. Larta, Ariu, Gjerri, Katrolli, Dhia Eger, gjitha ato jetojnë në këto vende. Aty është moja Çferles, aty jeton një egërsir e rrallë e cila shumohet shumë pak, ajo është Rëqebulli, prandaj është pasuri kombëtare dhe mbrohet me ligjin mbi gjyqtin, mbrohet ligjin e ambientit hapësinor, Ministrisë së Ambientit hapësinor dhe me ligjin e Ministrisë Bujqësisë, Kryetarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës. Nuk lejohet me gjuhë, është egërsire rrallë parasysh se e them veç më shumë.